Bernhard, nëse më gjashtë gush nuk arrihet një marrëveshje, ishte pyetja që doja t'ju bëja, cilët janë skenaret e mundshëm kushtetues? Në fakt, kjo i bie që pastaj mund që ushtruesja e detyrës, në këtë rast i bie pastaj që është ende Alberina Agjiu, nuk shkon vendi automatikisht në zgjedhje, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, por që mund të kërkojmë pra një interpretim nga ana e gjykatës kushtetuese dhe kjo pastaj merr kohë. Dhe mund të ndodhë ai lloj skenari si herën e kaluar që pastaj u drejtua çështja tek gjykata kushtetuese, pastaj gjykata kushtetuese doli me interpretimin e saj ku më pas e dha një kohë prej, nëse s'gaboj, kanë qenë 30 ditësh që palët të arrijnë dhe të gjejnë një marrëveshje për të dakorduar dhe për të zgjidhur çështjen e presidentit dhe pastaj automatikisht vendi pra kur edhe e dha dekretin në atë kohë pra ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ku më pas edhe u bë shpërndarja e kuvendit. Kështu që duhet të largohen këto ndoshta edhe këto kalkulimet se cilat mund të bëhen që pastaj të mos shfrytëzohen edhe afatet kushtetuese apo edhe ky afat në të cilën jemi aktualisht që janë edhe 2 javë, ku sot në fakt kemi pas edhe një reagim nga ana e kryeministrit të Republikës Kosovës në detyrë Albin Kurti, i cili tha se janë 2 javë që mund të ketë hapësirë ende që të takohen pra me partitë politike pra opozitare që të arrihet një